Vetëm ndërtimi i hekurudhës së shpejt nga Tabanoca deri në Xhevxheli do të kushtojë rreth 2 miliardë euro, por do të nevojiten më shumë para për të blerë trena të rinj, ndërsa do të kushtojë edhe shpërndësimi i tokës. Këtë e deklaroi në emisionin Biznis 21 drejtori i hekurudhave infrastruktura Sinisha Ivanovski, duke treguar se nuk ka një vlerësim se sa do të jetë i gjithë investimi në total. Ivanovski gjithashtu nuk ka informacion për normën e interesit të huamarrjes prej 2 miliardë eurove të marra nga Mbretëria e Bashkuar për hekurudhën. Od aspekta директор инфраструктура наистина се држам до сферата која што ја покривам и немам лични познавања околу заеми, околу позаемници. Тоа претпоставам дека Министерството за финансии заедно со Министерството за транспорт како процес го водат. Hekurudha për në Bullgari edhe pse pas 30 viteve ende është e bllokuar. Ivanovski nuk tha nëse dhe kur do të përfundoj. Ajo që dihet është se rreth 800 milion euro do të paguhen për 3 pjesët e projektit. Она што јас од моментов го правам, каде што има позиции на неквалитетна градба, јас ги терам те да ги рушат. Колку сака пари нека ги чинат, нека се рушат. Por problemi I madh për hekurudhën sipas drejtorit mbetet I njëjti, shënjestër e vjedhësve. Многу кабли има покрај првите. Овие што крадат, копаат по 1 метар под земја и од 8-9 кражби, 8-9 кабли, они го зимаат баш оне кабел кој што не е под електричен напон. А како знаат дека не? Како знаат? Затоа велам, организиран криминал. Ivanovski paralajmëroi se do të kërkojë ndryshime të kodit penal për sanksione më të rrepta për vjedhësit që rrezikojnë sigurinë në trafikun hekurudhor.